Të dashur dëgjues të Radio Maris, qof lëvduar Jesu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e meshës së shejtë të së dielës së katërt gjatë kohës së kreshmeve cikli A. Leximin e parë lexon Klorinda Kaçinari, psalmin Martina Lekaj. Leximin e dytë Leon Muçaj. Ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit do ta dëgjoni nga Dom Albert Demaj. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të parë të Samuelit. Në ato ditë, Zoti tha Samuelit: "Deri kur do ta vajtosh Saulin pasi unë e flaka tej që të mos mbretrojnë mbi Izrael? Mbushë bririn tënd me vaj, eja që të qoj tek Jeseu Betlehemas, sepse gjeta për vete mbretit ndër bijtë e tij." Samueli bëri sikur se i kishte urdhëruar Zoti dhe erdhi në Betlehem. Kur hyn, Samueli e pa Eliabin e tha: "S'ka dyshim se para Zotit është i shuguruari i tij." Por Zoti tha Samuelit: "Mos i shiko fytyrën e tij dhe lartësinë e shtatit të tij, sepse e kam përjashtuar. Unë nuk gjykoj sipas pamjes së njerëzve. Njeriu sheh çka duket përjashta, kurse Zoti vren zemrën." Kështu Jeseu i solli 7 djemt e vet para Samuelit dhe Samueli i tha Jeseut: "Prej këtyre Zoti nuk ka zgjedhur asnjërin." Samueli i tha përsëri Jeseut: "A janë vetëm këta bijtë e tu?" Ai u përgjigj: "Kam edhe një, më të voglin, është duke kullotur delet." Samueli i tha Jeseut: "Çoje sille këtu, nuk do ta shtrojmë bukën derisa mos të vi ai këtu." Dërgoi pra dhe e solli. Ishte kuqlosh, i bukur e i hishëm nga pamja. Zoti i tha: "Qohu e lyeje, sepse ky është." Atëherë Samueli e mori bririn dhe shuguroi midis vëllezërve të tij. Shpirti i Zotit e pushtoi Davidin prej aso dite e mëtutje. Samueli u ngrit e shkoi në Ram. Fjala e Zotit. Zoti është drita ime, asgjë nuk më mungon. Në përfusha të gjelbra, ai më jep pushim. Më prin në ujëra të qeta, shpirtin ma përtrin. Ai më prin shtigjeve të drejta, në soje të dashurisë së emrit të vet. Zoti është drita ime, asgjë nuk më mungon. Po edhe në kalofsha në përluginën e hijes së vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti je me mua. Thupra jote dhe kërraba për mua janë ngushëllim. Zoti është drita ime, asgjë nuk më mungon. Ti ma shtron tryezën përpara, ndër sy të armiqve të mi. Me vaj mirë kryet ma lyen, gotën ma mbush plot e përplot. Zoti është drita ime, asgjë nuk më mungon. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës sime. Do të banoj në shtëpinë e Zotit derisa të jem gjallë. Zoti është drita ime, asgjë nuk më mungon. Ngritu nga të vdekurit dhe do të shëndëris Krishti. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Efisianëve. Vëllezër, dikur ishit errësirë, por tani jeni i dritë në Zotërinë. Jetoni për si bijtë të dritës. Fryti i dritës është mirësia, drejtësia e vërteta. Vendosuni të bëni çka i pëlqen hyjt. Mos keni pjesë në veprat e pafrytshme të errësirës, por përkundrazi, më mirë zbuloni, sepse veprat që këta njerëz i bëjnë fshehtazi është turp edhe të fliten. E çdo gjë që zbulohet del në dritën e vërtetë të veten, sepse çdo gjë që është e zbuluar është dritë. Prandaj thot: "Zgjohu ti që fle, ngritu nga të vdekurit dhe do të shëndëris Krishti." Fjala e Zotit. Unë jam drita e botës, thot Zoti. Kush vjen pas meje, nuk do të ecë në errësirë,
por do ta ketë dritën e jetës. Zoti qoftë me ju. Lexim i Ungjillit shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi duke kaluar rrugës, pa një njeri të verbër që kishte lindur i verbër. Nxënësit e tij e pyetën: "Rabi, kush mëkatoi, ky apo prindërit e tij që lindi i verbër?" "Nuk mëkatoi as ky as prindërit e tij," përgjigji Jezusi, "por ndodhi kështu që në të dëftohen veprat e hyjit. Derisa tjetë ditë, na duhet të kryjmë veprat e atij që më dërgoi, po vjen nata, kur askush s'mund të punoj. Derisa të jem në botë, jam drita e botës." Si tha kështu, pështyun edhe bëri balt me pështym, ja leu syt me balt dhe tha: "Shko, e lahu në banjën Siloam." Që do të thot i dërguari. Ai shkoi u la, dhe kur po kthehej shihte fëmijët e tij, dhe ata që më parë kishin parë duke lypur thonin: "Po nuk është ky ai që rrinte e lypte?" "Ai është," thonin disa. "Jo, por është një që i pëngjan atij," i thonin të tjerët. "Ai vetë thoshte unë jam." Atëri than: "Po si atëherë të erdhi drita syve?" Ai u përgjigji: "Njeriu që quhet Jezus përzeu balt, mi leu sy dhe më tha: Shko në Siloam dhe lahu." Shkova pra, u lava dhe pash." "Ku është ai?" i than. "Nuk di," përgjigji. Atëherë quan atë që përpara ishte i verbër te farizejt. Ajo ditë kishte qenë shtunë, kur Jezusi përzeu baltën dhe ja dha dritën e syve. Edhe farizejt filluan prapë ta pyesnin si e fitoi të pamjet e syve. Ky u përgjigj: "Me vuri baltën në sy, unë u lava dhe ja tani shoh." Atëherë disa prej farizejve thanë: "Ky njeri nuk është prej hyjit, sepse nuk e mbante shtunën." Por disa tjerë thoshin: "Një mëkatar si mund të bëjë këso shenjash?" Dhe u bë porçali ndër ta. Pastaj e pyetën prapë të verbrin: "E ti çka thua për atë njeri që ta dha të pamjet e syve?" "Është profet," përgjigji. Judejt nuk besuan se kishte qenë vërtet i verbër dhe si u shëruan syt, derisa si thirrën prindrit e atij që u shërua dhe i pyetën: "A është ky djali juaj për të cilin pohoni se lindi i verbër? E si sheh tani?" Atëherë prindrit e tij përgjigjen: "E dim se ky është djali ynë dhe se lindi i verbër. Si sheh tani nuk dim. As nuk dim se kush ja shëroi syt. Pyetni atë. Është njeri i rritur. Ai do t'ju tregoj për vete." Prindrit e tij folën kështu sepse i druanin judejt. E një mend, judejt kishin marrë vendim të përjashtohet nga sinagoga ai që Jezusin ta dëshmonte për Mesi. Për këtë arsye përgjigjen prindrit e tij: "I rritur është, pyetni atë." Atëherë thirrën përsëtyti atë që kishte qenë i verbër dhe i thanë: "Jepi lavdi hyjit, ne e dim se ai është njeri mëkatar." "A është mëkatar?" u përgjigji: "Se di. Një gjë e di. Kam qenë i verbër e tani shoh." Atëherë ata i thanë: "Çka të bëri? Si ti shëroi syt?" "Tash ju thash," u përgjigji, "e nuk më dëgjuat." "Çka? Doni prapë të dëgjoni? A mos doni të bëhen edhe ju nxënës të tij?" Atëherë filluan ta fyjnë e i thonin: "Ti je nxënës i tij, ne jemi nxënës të Mojsiut. Ne e dim se hyj ka folur me Mojsiun e për këtë nuk dim as prej ka është." "Shi, kjo gjë është e çuditshme," u përgjigji njeriu. "Ju s'dini as prej ka është e mua ma dha dritën e syve. E ne e dim fort mirë se hyj nuk e dëgjon mëkatarët, por dëgjon atë që ndëron hyjin dhe kryen vullnetin e tij." Që prej amshimit s'është dëgjuar se ndokush ja ka dhënë të pamjet e syve të verbrit që lindi i verbër. Po të mos ishte ky njeri prej hyjit, s'do të mund të bënte asgjë. Që se linde, si e tjetër veç mëkati, përgjigjen, e ti po na mëson dhe e qetën për jashta. Jezusi e mori vesh se e kishin qitur jashtë. Kur e gjeti tha: "A beson ti në birin e njeriut?" Ai përgjigji: "Po kush është ai, zotëri, që të besoj në të?" "E pej," tha Jezusi, "është ai që po flet me ty." Ai tha: "Besoj, Zot," dhe rapor mbys para tij. Jezusi tha: "Erdha në këtë botë të bëj gjyq, që të shohin ata që janë të verbër e të verbohen ata që shohin." Disa prej farizejve që ishin me te i dëgjuan këtë fjalë dhe thanë:
Val, a thua se edhe ne jemi të verbër? Jezusi përgjigji: po të ishit të verbër, s'do të kishit mëkat, por se ju thoni shohim, prandaj mëkati juaj mbetet. Fjala e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Vëllezër dhe motra, dëgjues të dashur të Radio Maris, vazhdojmë rrugtimin ton shpirtëror drejt festës më të madhe të besimit ton Pashkve. Dhe ne edhe sot mund të pyesim veten, a jemi ende entuziast si në fillimin e kreshmeve? A jemi duke mbajtur njetet me të cilat kemi filluar kreshmet? A kemi bërë diçka të veçantë që ka vlerë edhe para Zotit? Apo ndoshta edhe pse jemi në kreshme, marrim pjesë në udhë kryqit, bëjmë edhe pendes. Fatkeqësisht në anën tjetër, vazhdojmë me mëkatet tona të përditshme dhe jetën tonë të zakonshme. E pra, kreshmet janë kohë e kthimit tonë ka Zoti, kohë e volishme për të larguar nga mëkati, kohë për t'i thënë djallit jo e Zotit po, kohë për pajtim me Zotin dhe njëri tjetrin. Jemi duke bërë vërtet një gjë të tillë si besimtar në këtë kohë të shenjtë të kreshmeve? Le të analizojmë së bashku leximet e dielës së katërt të kreshmeve që posa i dëgjuam. Në leximin e parë dëgjuam se si Zoti e zgjedh për mbret të Izraelit Davidin, një bari, një njeri të thjesht, që jo vetëm ai, por as Samueli që bënte këtë zgjidhje në emër të Zotit, as e kishte paramenduar. Por Zoti, siç dëgjuam, gjykon ose vlerëson bukurinë shpirtërore e jo atë trupore. Nga ky lexim mund të nxjerrim këtë porosi. Ne kryesisht dhe mirisht ndokënd e vlerësojmë vetëm nga pamja e jashtme. Mendojmë se dikush ka vlerë nëse ka garderobë të mirë, nëse ka makinë të bukur, nëse ditë të flet bukur, nëse është i pasur, etj, etj. E harrojmë se bukuria jonë trupore nuk është merit e jona, por dhuratë e Zotit. Zoti ka dashur që ti të jesh ky që je, dhe si i tillë je i papërsëritshëm. A ke falendruar ndonjëherë Zotin për dhuratën, për bukurinë fizike, për shëndetin tënd që ke? Por Zoti, mos harro, ta ka dhënë edhe shpirtin me të cilin i përngjan atij. Dhe Zoti shpirtin ta ka falur të pastër. Dhe detyra jote primare si besimtar katolik është ta ruash të pastër shpirtin tënd dhe të tillë një ditë t'ia kthesh Zotit. Mos harro, me trup je toksor, je vdekshëm, por me shpirt je qellor, i krijuar në përgjithësimin e Zotit, i pavdekshëm. Pyete veten, ti që aq shumë shpenzon kohë dhe mund për të hjëshuar veten fizikisht, sa i kushton rëndësi shpirtit, sa mundosh me ruajtur pastërtinë e shpirtit. E psalmi e shpreh tërë bukurinë dhe pasurinë që mund ta ketë një besimtar i mirë. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Shetrit, duke filluar nga Shën Pali, i cili dëshmon çdo gjë tjetër në krahasim me Krishtin, për mua është llëm. E ne si njerëz që besojmë në të njëjtin Krisht si Shën Pali, si shetrit e tjerë, si nëna jonë Tereze, sa vërtet e ndjejmë dhe duam Zotin si bari të jetës sonë. Nuk është tepër të them se këtë psalm i shkon mirë ta mësojmë përmendsh dhe çdo ditë ta themi në formë të lutjes, sepse të besosh se Zoti është vërtet bariu yt dhe çdo gjë të lëshosh në dorën e tij është gjë mrekullueshme. Në leximin e dytë, Shën Pali na porosit: zgjohu ti që fle, mos je i vdekur. E këtë ju porosis edhe unë sot. Mos lejoni me vdek shpirtërisht, mos mëso me të keqen, mos lejo që të vërbosh në shpirt nga egoizmi, krenaria, xhelozia, epshet, profiti, dëshira për hakmarrje, vjedhja tjerë. Vlla dhe motër e dashur, mos je fëmijë i errësirës por i dritës, jo i djallit por i Zotit, për të parë qartë, për të pas mundësi me dallua mikun prej armikut, për me pas mundësi me dallu të mirën prej të keqës, duhesh me qenë i pastër në shpirt. E frytet e tilla janë mirësia, e vërteta, dashuria, solidariteti, paqja, falja, na porosit Shën Pali në leximin e dytë. Dhe në mëngjill
që sot ishte vërtet shumë i gjatë, e dëgjua mrekullinë e Krishtit, mrekulli që i befasit të gjithë. Ky kapitull është një nga tregimet më të fuqishme të Ungjillit sipas Zhonit. Ai na fton të shohim jo vetëm mrekullinë e shërimit fizik, por edhe udhëtimin e besimit, ku njeriu kalon nga errësira në dritë, nga besimi në dëshminë e guximshme për Krishtin. A nuk e bëri Krishtin i gjatë të tillë të dielën e kaluar me Samaritanën? Ju kujtohet, në fillim Krishti për Samaritanën ishte një njeri i huaj, pastaj ngadalë ajo e kuptoi se Krishti është një profet, por në fund u bind se Krishti është Mesia, për të cilit nuk ka frikë të pranojë mëkatet e veta dhe të dëshmojë para të tjerëve. Pra kështu Krishti e shnroi atë në një misionare që dëshmon para të tjerëve për Krishtin. Fillimisht vërim një gjë shumë të rëndësishme. Krishti e sheh njeriu në verbër. Ungjilli profilon me një gjest të thjeshtë. Jezusi e sheh të verbrin. Shumë e kishin parë, por vetëm Jezusi ndalet. Ky shikim është shikim i dashurisë, i mëshirës, i Zotit që nuk kalon pranë vuajtjes pa u ndalur. Vëllezër dhe motra, kjo për neve do të thotë, edhe atëherë kur ndoshta askush nuk të sheh, nuk e vren vuajtjen tënde, mos harro. Zoti na sheh në plagët tona, në errësirat tona dhe nuk na lë vetëm të humbur. Pyetja e apostujve, kush kam katuar, shumë e lidhin vuajtjen me fajin. A nuk i gjykojmë edhe ne të tjerët kur ndodh fatkeqësia? E ka zënë haku i ndokujt. Zoti ka dënuar se ku me di çfarë mëkati ka bën. Jezusi e përmbys këtë mendim. As ky, as prindërit e tij nuk kanë katnu, por kjo ka ndodhur që të shfaqen veprat e Zotit. Mos harro, vëlla dhe motrë dashur, kur me asgjë nuk i përngjan Krishtit më shumë se sa kur ke kryqe dhe vuajtje. Nuk je vetëm. Krishti është me ty e të thot mos ki frikë, unë jam me ty gjithmonë. Pra vuajtja nuk është dënim, por mundësi që të shfaqet lavdia e Zotit. Mrekullia e shërimit, Jezusi bën balt, e vendos mbi sytet e verbrit dhe e dërgon te latën e Siloam. E ai shërohet. Përse Krishti bën këto gjeste? Balta na kujton krimin e njeriut nga dheu, siç lexojmë tek Zanafila, në librin e parë të Biblës të krijimit të njeriut. Jezusi në këtë rast është krijues që jep dritë të re, ndërsa udhëtimi do të thotë se shërimi kërkon bindje dhe besim, i verbri shkon, lahet dhe kthehet duke parë. E çka ndodh pastaj? Farizejnë dhe fqinjt, në vend që të gëzohen ata dyshojnë, gjykojnë e marrin në pyetje. Vëlla dhe motrë dashur, mjerisht në ndodh edhe neve, kështu, kur Zoti vepron, shpesh hasim në kundërshtime. Drita e Krishtit e trazon errësirën e botës. Sa shumë e sa shpesh i gjykojmë ata që kthejnë ka Zoti, ata që janë të përshpirtshëm. E si reagon i shëruari? Fillimisht ai thot një njeri i quajtur Jezus, pastaj ai është profet, dhe në fund, kur Jezusi i zbulot si biri i njeriut, ai bjen në gjunjë dhe e adhuron si Mesi, si Zot. Mos harro. Besimi apo feja jon është një udhtim, nga një njohje thjesht në një dëshmi të guximshme deri në adhurim të plot. Farizejt megjithse shohin mbeten të verbër shpirtërisht. E Jezusi u thot, po të ishit të verbër, nuk do të kishit mëkat, por tani që thoni shohim, mëkati juaj mbetet. Pra, verbëria më e madhe nuk është ajo fizike, por shpirtërore, kur zemra nuk e pranon dritën e Zotit. Krishti, në kohën e kreshmeve nafton nëpërmjet kësaj pjese të Ungjillit të pyesim së bashku. A lejojmë Krishtin të na sheh dhe të na shërojë? A kemi guxim të dëshmojmë për të edhe kur të tjerë dyshojnë? A jemi të hapur ndaj dritës së tij apo mbetemi në verbërinë e krenarisë? Vëllezër dhe motra, uroj lutem me gjithë zemër që çdo njeri prej nesh, duke u liruar nga paragjykimet e shumta që i kemi njëri për tjetrin, ta dallojmë në fytyrën e çdo njeriu të fytyrën e Zotit, ashtu siç na mësoi edhe nëna jon Tereze. Dhe duke jetuar në këtë mënyrë, në paqe dhe dashuri mes vetë dhe me Zotin, të jemi të lumtur në këtë jetë, por të jemi edhe më të lumtur në jetën e pasosur. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, patet mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e setjeles së 4 gjatë kohës së kreshmeve cikli A. Me ju ishin Klorinda Kaçinari, Martina Lekaj, Leon Muçaj, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Don Albert Temaj. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.